Përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet që në fakt po të rëndisin shtëpinë e Big Brotherit. Lufta mes Gertës edhe Laertit, diskutime të mëdha mes Gertës edhe Laertit po ndodhin shumë në shtëpi. Pas një debatit ku Laerti preferoi të tregonte burrërinë e tij me Bilbilin, të paktën kështu siç po i thot Gjesti. Gerta dhe Laerti vazhdojnë debatin edhe ditën e sotme duke përmendur banorët nga jashtë. Gerta në këtë rast përmendën burrin e saj dhe po diskuton me Laertin. Debati fort ka ndodhur sot mes Laertit edhe mes Gertës. Po pse mor, çfarë di veten ti? Pse duhet unë të vdes për ty? Ti e 1,75 i gjatë, ndërsa burri im është mbi 1,80. Çfarë ke tjetër ti më tërheqëse që unë vdis kam për ty? Laerti i thot, zero jam, çfarë të duhem ty moj unë, i thot Laerti Gertës. Ndërsa Gerta vazhdon edhe i thot, nuk e kuptoj se çfarë më duhesh ti duke e patur unë burrin tim dhe e kam super yll, ti shif mbaje Valbonën, e cila të është afruar për interesa. Banorët dyshojnë që afërsia që Laerti ka krijuar me Valbonën dhe kjo lidhja, le të themi në thonjza se nuk mund të jetë një lidhje, pasi që nuk ka asnjë puthje, nuk ka asnjë përqafim, nuk ka asnjë ledhatim, i bën ato që të japin dyshime shumë të mëdha në marrëdhënien e tyre, do të thënë të krijojnë dyshime shumë të mëdha në marrëdhënien e tyre. Gerta vazhdon të diskuton me Laertin edhe i thot që ti gjithmonë mundohesh mua të më nxjerrësh një imazh të gabuar dhe një imazh të keq në shtëpi dhe nuk e kuptoj përse ti mendon se unë të ndjej ty apo kam nevojë për ty si femër, ndërsa Laerti i thot që ti më pëlqen mua deri dikule ta themi, sepse të ka marr malli. Tani, kjo është shumë e turpshme t'ia thuash një gruas të martuar, doja të marr mendimin tuaj, si gjykoni ju raportin mes Gertës edhe Laertit në shtëpinë e Big Brotherit.